Është afër fundit. Po që për si s'është afër fundit. Jo, është afër fundit thatë ju, afër fundit pushtetit. Patjetër. Po fal. Po të ju jeni Rama, do e merrni tani pushtetin. Çfarë do bëni? Çfarë lat pa bërë në 3 mandatet e para dhe tani në të katërt do e ndërisim. Çfarë u bë? S'ka kush e merr tjetër. Atëherë të thash, kemi problem si po. Dhe këto qasje kanë pasi, për t'i hapë syt njerëz. Atë që përmenda përpara atë djalin e vogël, se ai mendon se historia ka filluar nga kur lindi ai. Ne këtë retorikën aty kemi dëgjuar shumë më të bukur nga Berisha, se Berisha shumë i lexuar se Lapa dhe Rama bashkë. Për të e kam bindur se e njoh vetë personalisht. Nuk është meta e lexuar. Nano ka qenë shumë i lexuar. Kupton? Dhe Nano ka dalë nga burgu edhe me një bindje që ka i Perëndi, se burg thatë bëra takime me Perëndin. E kam dëgjuar me shumë kujdes. Këta mendojnë se janë Perëndi vetë, se janë të palexuar. Këtë refren e kemi dëgjuar dhe me Velie, që siç duket nga foto pas e qëllë bashkë. Kjo ka marrë fund. Me Velie. Ku erdhi Velie? Velie po na vinte krye Kurti i vidi. Tani shpresën shqiptarëve ta përkthesh që ne kemi vuajtur nga politikat e populiste. Ne erdhëm për demokraci, e kundërta e demokracisë dhe sistemi është populizëm. Si mund të thotë ne njerëzit vinë me programe dhe me integritetin, besueshmëri. Ku është besueshmëria? Ku provove? A ishin ndonjëherë kryetar komune, kryetar bashkie, ministër? Po si mund shkruaj unë atje poshtë? Romeo Kara për kryeministër. Ora, ka një lloj modestie këta, s'ka një lloj skrupulli, që të jenë modest kur flasin? Kështu që këta janë njësoj. Kopjet të shëmtuar Berishës. Duke ditur çfarë ka lexuar Berisha, dhe kam njohur mirë për të. Etj. Këta janë më bajat se Berisha. Duke qenë se jemi në SBA, ju pak më parë më thatë që gjyqin e djalit në Florida, për kë kishte fjalën? Gjyqin që ka bërë shkëlqeni kundër Guy Larson, që kërkonte rreth $67 milion, dhe ku e humbi, po me çfarë paguan avokatët? Janë $100.000 minimumi. Se do paguaj dhe avokatët, ka paguaj dhe avokatët dhe Guy Larson, studën e Guy Larson. Është mbyllur shkalla parë në dhjetor të vitit, ka mundësi në 19 dhjetor të vitit 2018, mund ka ardhur vendimi sapo zbardh janar 2019. Pra gjithë to para që na argjon, nga i nxori ky, që na paska dalë nga gjithë kjo jetë vetëm me 30-40 metër katror shtëpi shumë. Edhe €100. Me që jemi tek reforma, tek drejtësia, tek gjyqet, ju lutem, mendoni që tani që duke qenë se është kjo periudha 30 ditore e fushatës, spaku, pavarësisht se nuk ka një rregull të shkruar, mund të futet në fushat për arrestime apo do ta respektoj këtë periudhë? Në gjithë takimet që kam bërë këtu në Usat, kam kërkuar dhe përsëritur për kraje të plot për spakun dhe kontrolin e jashtë shtetit. Po dhe spaku duhet ta bëj vetën. Ne kërkojmë për kraje për spakun. Po dhe spaku duhet për kraj fort spakun, pra të qëndroj fort. Dhe të rritet do bëhet ai spaku që ne duam duke përballur. Të përballur dhëm për dhëm. Ata do të kenë frikë spakun dhe jo spaku ata. Ata do të kenë frikë popullin dhe jo populli ata. Ata do të kenë frikë të mirë dhe drejtët dhe jo të mirë dhe drejtët kenë frikë ata. Duhet ndruar. Unë i shoh në sy, paktën e kam shijuar veten nga këto komplekse. Për çfarë arsye të kem frikë një pushtetar?